por ky proces, si që faktohet çdo ditë më shumë, është marrë peng nga një organizatë kriminale që drejton Shqipërinë me kreun e saj të Meduzës Edi Ramën. Shqiptarët duhet ta dinë se këta nuk kanë absolutisht asnjë interes për të ardhmen e tyre përveç se për të ardhmen e vetë dhe parajsen e fëmijëve të tyre me paratë e qytetarëve shqiptarë. Për këta, integrimi europian është një proces krejtësisht i padëshueshëm, sepse ky proces ka disa rregulla, ligje, standarde që përparson interesat e qytetarëve shqiptar dhe që nuk pranon qeveritarët hajdut, nuk pranon lidhjet me krimin të qeveritarëve. Ky proces kërkon respektimin e lirive dhe drejtave themelore të votës lirë të shqiptarëve, por dhe funksionimin e ekonomisë të tregut dhe rregullave të tregut.